Dobro, почитувани пријатели, ја те речам, да речам представници од таму и ваму, дами и господа, Алберт почна нешто општествени депресии и апатии. Ја не би сакал за тоа да зборам, оти by default некако по фројдовското тоа слободни асоциации ме асоцира веднаш на Груевски, Ахмети и Хамди Бајрам. Затоа јас се продолжам на кратко, бидејќи имам 3-4 минути, така ми беше кажано, и во вакви случаи многу подобро да прочитам отколку да одолговлекувам. Јас се обратам на вториот службен јазик, имавме германски, англиски, македонски, хрватски, малци и албански. Се надевам тие што не разбираат слушалките ќе ги користат. Значи, не би сакал да се наврата, фали, nuk kisha desh të bie prej të gabimeve të së shkuarës, andaj momentin e shikoj përpara dhe kuptojmë se cilat janë benefitet e integrimit ton në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe unë do flas vetëm në perspektiv, as pak duke mos u kthyer mbas, duke mos i analizuar kapriçot politike të ndodhura në vitet e kaluara, e cila ka pas një kosto të lartë sociale, ekonomike dhe pas një dyshime dhe demokratike nga një ish regjim i kaluar. Evropa është një kontinent ku me mund dhe përpjekje janë të arritura të funksionojnë si një ekip që ka qendër demokracin dhe standardet e larta jetësore. Këtë standard, i cili provokon çdo ditë shumë gjeme vajza tonët të Maqedonisë, të cilët nëpërmjet dramës së emigrimit dëshmojnë se e duan Europën. Prandaj edhe ne nuk duhet të kemi më dyshje nga janë perspektivat e Maqedonisë. Dhe është krejt normale që njerëzit të zgjedhin më të mirën për veten dhe familjet e tyre. Por duhet dhënë fund ikjes, braktisjes, duhet bërë pjesë e bashkësisë evropiane, duke shmangur fenomenin e rënd të emigracionit. Këtë mund të shpangim dhe të ndalim vetëm me bashkangjitjen tonë në bashkësinë evropiane. Në bashkësinë evropiane nuk shkohet vetëm me fjalë të mira. Kemi ndëgjuar prej politikanëve tonë 25 vjet, 30 vjet, vazhdimisht tonë se duan në NATO dhe bashkësinë evropiane, por ja, ne jemi këtu ku jemi ende, të jemi pjesë e Evropës është e barabartë me shkolla më të mira, me spitale më të mira, me më shumë vende pune, me paga më të mira, si përfundim me një shtet social që i jep mundësi qytetarit të tij të zhvillohet dhe të zhvilloje vendin e tij. Por si bëhemi gati ne për Europë? A ka ndonjë fjalë magjike që duhet të themi që Evropa të na thot urdhroni ose ejani? Po, unë mendoj se ka, këto janë dy fjalë, edhe njëra është punë dhe tjetra është ligj. Zbatimi i ligjit. Nuk ka filozofi tjetër. Gjithnjë jam referuar presidentit amerikan Kennedy si një nga burimet më të mençura të historisë. Nga ky zotëri do të mësoja një thënie që më ndërtoi konceptin tim mbi shtetin, ku thot mos e pyetni se çfarë ka bërë shteti për ju, po çfarë jeni duke bërë ju për shtetin. Dhe duke u nisur prej kësaj, ne të gjithë duhet të vihemi në punë, duke filluar që nga ne politikanët e deri te individët të cilët jetojnë edhe në zonat më ekstreme të Republikës së Maqedonisë. Me punë duhet të ndërtojmë konceptin e trurit kolektiv, shumë i rëndësishëm për mua. Të punojmë ndershëm, drejt, secila hallk të bëjë detyrën e vet për të ndërtuar një shtëpi ku secili e vë një tull dhe një gosht e ku secili i jep meritat për punën e vet. Normalisht, gjithnjë po e them, ligji duhet të zbatohet njësoj në të gjitha territoret e Republikës së Maqedonisë. Ligji njësoj duhet të vlen edhe për Shilegovin, edhe për Merkon, edhe për Taravarin. Ligji për mbajtjen e ajrit të pastër apo ambientit të pastër, njësoj duhet të vlen në Manastir dhe në Tetov dhe në Pollok. Duke punuar secili me dedikim për të ndërtuar shtetin e së drejtës, e mundësive, e zhvillimit, ne në fakt vetëm se kemi veshur këpucët tona për të hyrë në Bashkinë Evropiane. Zotëri, lumturia është gjendja shpirtërore, të cilën të gjithë e synojmë në jetë. Kështu kur këngëtari i famshëm anglez John Lennon ishte pyetur prej mësuesës së tij, çfarë duani të bëheni kur të rriteni, ai tha, dua të jemi lumtur. Mësuesja përsëri e pyeti, më duket se keni kuptuar pyetjen, ai u përgjigj, jo,
mësuese, ju se keni kuptuar jetën. Lumturia nuk mund të arrihet apo ndërtohet mbi themelet e korrupsionit, apo qoftë edhe të mirëqenies individuale. Ajo është e tillë vetëm nëse sa më shumë nga ata që të rrethojnë janë të lumtur. Evropa na pret, ajo do ishte më e lumtur me ne. Ne pa dyshim do jemi shumë më të lumtur po të ishim pjesë e saj. Porosia nga Bashkia Evropiane deri te kryeministri dhe qeveria u dërgua, aty janë numëruar taksativisht në mënyrë eksplicite çfarë duhet bërë në këtë vitin që vijon. Pra, mbeten vetëm reforma, zoti kryeministër nuk është këtu, po këshilltari i tij, urdhroni, nisni reformat, na keni për krah, pa mos qenë pjesë e qeverisë dhe pa mos pas asnjë post në qeveri. Ju faleminderit.